ndryshimin e kushtetutës gjithsesi është obligim i Maqedonisë. Madje unë mendoj se do t'ishe mirë që edhe faktori shqiptar, në veçanisht faktori shqiptar në qeveri, vleni, por do t'ishe mirë edhe opozita shqiptare t'i ndihmoje faktorit shqiptar në qeveri që të inicojnë sa ma shpejt të arjet ndryshimi kushtetues, ku bullgarët duhet t'jenë pjesë e kushtetutës, preambullës, si që paralajmërohet fillimisht, por me momentin e hapjes së ndryshimeve kushtetuese, e di se në programet politike, po thuaj se gjitha partit, tash shumë me rëndësi është edhe programi politik i vlenit në lidhje me ndryshimin e atij konceptit të 20%-shit, që si numerologji nuk prezenton ndonjë identitet kombëtar, atë ta rikthejnë, ta bëjnë me identitet kombëtar. Domethënë, përdorimi i gjuhës shqipe, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni, jo të thuhet edhe 20% i një etnikumi apo si është në kushtetut, por të thuhet se edhe i shqiptar. E mandej po që se maqedonasit, po edhe për ne shqiptarët nuk paraqet në një problem, edhe përdorimi i gjuhëve tjera në ambientet ku janë mbi 20% aso 15 apo si çfarë numri do japin. Por është momenti që edhe ky element i 20%-shit të hyje në si koncept urgjent, imediat, që me atë do të arsyetoje edhe mendoj se do të zgjase afatin e vetë qëndrimit edhe në qeveri, edhe në parlament të vlenit.